9 milion euro. Kaq ishte pjesa e tortës që përfundoi te një kompani bullgare në pronësi të vëllait të ish kryeministrit Zoran Zaev, biznismenit Vice Zaev, për blerjen e qymyrit që kompania shtetërore SHA, Elektranat e Maqedonisë së Veriut SM e ka bërë nga viti 2022 deri më sot për t'i furnizuar termocentralet vendase me energji për prodhim të qëndrueshëm të energjisë elektrike. Këtë e nxori në pa hulumtimi i fundit i laboratorit të gazetarisë investigative IRL, i publikuar dje pas më shumë se 3 vitesh betejësh ligjore për të siguruar dokumente që dëshmojnë se ku kanë përfunduar parat nga kontratat shumë milionshë për blerjen e qymyrit. Ajo që zbuluan gazetarët e IRL-s është se disa kompani kanë përfituar shumë nga kriza në sektorin e energjetikës, të cilën e shpalli qeveria e atëhershme në vitin 2022. Kjo nënkuptonte më shumë para buxhetore për kompanitë shtetërore për prodhim dhe transportin e energjisë, siç janë Termoelektranat e Maqedonisë së Veriut dhe operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Maqedoni MEPSO. Sipas hulumtimit të IRL-s, për këtë qëllim nga viti 2022 deri më sot, EMV ka lidhur kontrata me 11 kompani për blerjen e rreth 4.6 milion ton qymyr, për të cilat në mënyrë jo transparente janë shpenzuar 283 milion euro. Nga këto, 9 milion euro kanë përfunduar tek një kompani bullgare në pronësi të vëllait të ish kryeministrit dhe ish liderit të LSDM-s Zoran Zaev.